A ka ndryshuar Egli me të vërtet? Pamja e re dhe bashkëpunimi me Sergjon që po bën namin. Pas përfundimit të aventurës së saj në Big Brother VIP Albania 4, Egli Tako ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes dhe jo pa arsye. Në javët e fundit, rrjetet sociale janë pushtuar nga fotot dhe videot më të fundit të saj, ku ndjekësit kanë vënë re një ndryshim të dukshëm në pamjen e saj fizike. Ndjekës të shumt kanë nisur të pyesin: a ka kryer Egli ndonjë ndërhyrje estetike pas daljes nga Big Brother VIP? Fotot krahasuese të publikuara në media tregojnë një transformim në fytyrë dhe profil. Por a bëhet fjalë për ndërhyrje apo për stil të ri, make-up profesional dhe një dozë vetbesimi më të madh? Deri tani, Egli nuk ka bërë asnjë deklaratë publike që të konfirmojë apo mohojë ndërhyrjet estetike. E gjitha mbetet në nivel thashethemesh dhe vëzhgimesh vizuale, siç ndodh shpesh me personazhe të famshëm. Por ka dhe një lajm tjetër të madh. Ndërkohë që fansat po flasin për pamjen e saj, Egli Tako ka surprizuar të gjithë me një rikthim të fuqishëm muzikor. Ajo ka publikuar një këngë të re në bashkëpunim me Sergjon, dhe projekti është pritur shumë mirë nga publiku. Kënga titullohet Baby dhe ka arritur mira klikime në YouTube, duke u shpërndar gjerësisht në rrjet. Zëri i Egli Takos vjen më i pjekur, emocional dhe profesional se kur më parë, ndërsa bashkëpunimi me Sergjon i ka dhënë projektit një dinamik të freskët dhe moderne.